por se kemi pasur mundësinë. Pse se kemi pasur mundësinë? Sepse ekonomia nuk na e ka lejuar. Tani kjo po ndodh. Dhe kjo po ndodh jo vetëm në sektorin publik, po ndodh edhe në sektorin privat, ku pagat po rriten në mënyrë të ndjeshme dhe ku në shumë pjesë të frontit të sipërmarrjes private nuk është më fare pyetja që sa do të paguaj, por është pyetja ku do ta gjej atë që më duhet për këtë punë. Dhe po ashtu me pensionet. Kemi filluar një proces të pandalshëm rritje të pensioneve që do të sjell çdo fillim viti dyfishimin e rritjes. Pra, nëse në janar të këtij viti pensioni u rrit X, në janar të vitit tjetër X-i do të jetë 2 fish. Në janarin e 2028-s X-i do të jetë 3 fish. Në janarin e 2029-s X-i do të jetë 4 fish. Dhe do të arrijmë në ato nivele që kemi marrë përsipër të arrijmë edhe me pensionistë. E kemi ditur ne, madje edhe e kemi thënë më parë, por do ta realizojmë tani që kujdestarët, prindër apo kujdestar të afërm, familjar etj. Të fëmijëve me aftësi të veçanta. Kemi shumë fëmijë me aftësi të veçanta që ka nevojë për kujdes, të drejtë për drejtë, kemi shumë njerëz që ka nevojë për kujdestar etj. Dhe që janë të detyruar të qëndrojnë në shtëpi, të kujdesen për njeriu e afërt, për fëmijën, për njeriu e afërt, nuk mundet dot që për këtë shkak të penalizohen dhe të mbeten pa pension nesër. Kështu që do t'ja u paguaj shteti sigurinë shoqërore. Dhe kjo do të fillojë nga akti i ardhshëm normativ i qershorit. Ashtu si kundër, kemi thënë dhe tani do ta realizojmë edhe dyfishimin e shpërblimit për prindrit e fëmijëve me aftësi të veçanta. Për nënat në radhë parë, diçka që është e mirëpritur patjetër nga prindrit, diçka që patjetër do ishte mirë të ishte bërë më parë, por mundësitë nuk kanë qenë. Pra po ngrem një ekonomi që po rrit mundësitë. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ajo që është inkurajuese është që rritja vazhdon të jetë e qëndrueshme. Të shpresojmë që nuk do të goditet rritja nga gjithë kjo konteksti ndërkombëtar, po sepse gjitha janë të lidhur, janë të varur, tani e kanë mësuar gjithë se deri dje thoshin po ç'pun kemi ne me luftën në Ukrainë, ne këtu kemi diell, kemi shiun, kemi